Nga shkolla Besnik Sykja në Tiranë, kryeministri Edi Rama vlerësoi punën e mësuesve, duke pohuar se brenda kësaj dekade paga mesatare do të shkojë në 1.250 euro. Vështirësia në punën e mësuesve nuk shkon duke ulur, por duke u rritur. Nuk është një vështirësi fizike, por është një vështirësi pune psikologjike. Plani ynë është që në vitet e ardhshme brenda kësaj dekade, në pagën mesatare të mësuesve do ta çojmë 1.250 euro. Është e bëshme, nuk besoj se do të kemi problem me këtë. Ndërkohë që siç foli kryetare në detyrë e bashkisë, siç foli ministrja, pjesa tjetër e përmirësimit të kushteve në shkolla shkon në favor të rritjes së dëshirës për të shkuar në punë, u shpreh Rama. Qoftë tek titujt dhe ato kategoritë që mësuesit kanë brenda për brenda, jo në sensin që të ndryshojmë në gjë, por thjesht nga një anë ta forcojmë gjithë sistemin edukimit vazhdim dhe nga ana tjetër të rrisim pak, por në mënyrë të ndjeshme dhe diferencimin e pagës, në mënyrë që mësuesit që hypin në një shkallë tjetër të ndihen vërtet të vlerësuar dhe ata që janë nën shkallën që është më lartë të ndihen dhe më të motivuar që të hypin në atë shkallë. Sepse gjithmonë figura e mësuesit ka qenë qendrore për të gjitha shoqëritë, ka pas momente kur ka qenë më qendrore, ka pas momente kur e ka humbur qendrën, siç ka ndodhur në vitet e tranzicionit ku mësuesit u trajtuan shumë keq për shumë arsye, por unë besoj që në kohën që jetojmë, mësuesit nuk janë thjesht të rëndësishëm siç ishin deri para kësaj kohe, për gjithçka ata japin në atë profil që kanë, po mësuesit janë po aq të rëndësishëm sa ushtria. Janë po aq të rëndësishëm për sigurinë kombëtare sa që është ushtria. Sepse janë një trup e cila përballjen me çka folëm pak më parë, do ta ketë gjithmonë më të egër. Jo më të butë, do ta ketë gjithmonë më të egër. Dhe prandaj janë një trup që do duhet të mbështetet, do duhet të vlerësohet, do duhet të ngrihet në piedestal në proporcion me përshkallëzimin e asaj përballje. Dhe duhet të gjejmë rrugë dhe mënyra, dhe kjo gjë patjetër që mund të bëhet më e lehtë nëse ne rrisim nivelin e dëgjimit ndaj gjithë trupës mësuesve, që motivimi dhe vlerësimi dhe të ndjerit në mision mos jetë vetëm çështje kushtesh fizike në shkollë apo çështje page, por të shkojë përtej kësaj. Se si shkon përtej kësaj, këtë duhet ta shohim dhe ta mendojmë bashkarisht. Ne kemi ca ide, ju me siguri mund të keni ca ide të tjera, por është absolutisht themelore që investimi tek trupa e mësuesve të shkojë paralelisht me investimin e madh që po bëjmë tek forcat e armatosura. Për shkaqe që ju me siguri dini, gjithë bota, Europa po rrit investimet tek forcat e armatosura, ne i kemi rritur 20 fish. Një rritje që do të ishte e paimagjinueshme më parë, dhe nëse nuk do ishte konteksti përgjithshëm me siguri nuk do e kishim bërë, por nëse nuk rrisim dot 20 fish, investimet tek mësuesit, tek arsimi duhet paktën çdo vit e më shumë se sa çdo të rriteshin natyrealisht. Ky është objektivi, ky është qëllimi, kjo është ambicia, se në fund fare do ta mbrojmë atë dheun, patjetër. Por nëse mbrojmë atë dheun nga rreziqet e jashtme, gjë për të cilën ekzistojnë forcat armatosura dhe brenda nesh
rritet. Rreziku i brendshëm i shkëputjes totale nga realiteti të atyre që sot janë fëmijë, ne faktikisht e kemi humbur betejën. Dhe ky është kërcënimi më i madh që i vjen gjithë shoqërive demokratike. Se në ato shoqëritë e tjera jo demokratike, aty janë të tjera rreziqet, por nuk është ky rrezik. Se aty s'ka nga këta tiktokrat dhe nga këta tjerët që futen në qeftas në shtëpi. Ju faleminderit shumë për durimin. Edhe shumë mirënjohje për gjithçka bëni edhe shumë solidaritet për gjithçka duroni çdo ditë. Thënë kjo nga një prind i rilindur jo shumë vite më përpara. Shumë faleminderit.